Juve, qarku Durrës, na bëni këtë pyetjen kështu. Jo po këtë votojmë neve iku Rama, ja ku e keni një djalë shqiptar të mirë. Dhe rreshti një, X-it e njëshi, po dhe Juve socialist, edhe Juve socialist ndershëm që nuk e jep dot vota, siç nuk ma jep mua dot në çdo lloj konditash të jap votën PS-s, nuk e bëj dot. Edhe Juve mund të jeni të njëjtat kushte me mua që nuk e jepni dot votën PD-s. Por kësaj radhe mund të jepni vetëm individit. Mirë është i votoni X-in lart edhe X-in te kutia 5. Por po nuk e vendoset atë X-in lart, vendoseni te kutia 5 Aulon Kalaja. Djali që e keni parë në çdo eveniment të mundshëm për të protestuar ndaj coptimit, shpopullimit dhe masakrimit, përdhunimit të Shqipërisë. Të pakën një herë, e do apo nuk e do Aulonin, Auloni e ka ngritur zërin edhe për ty, që po shikon tani. Por, siç kanë thënë njerëzit, e vërteta vlerësohet pasi është djegur fshati. Keni rastin për mos ta bërë njëti gabim që bëni gjithmonë. Armiku jon i gjithëve neve shqiptarëve të më i djathtë është Edi Rama. Është literalisht armik, sepse punon për interesa vetëm të Shqipërisë jo. Kështu që maksimizoni votën tuaj tek Partia Demokratike dhe Aleanca për Shqipërinë Madhështore, e doni apo nuk e doni. Jemi po prap njëjtat kondita pas 35 vjetësh që duhet zgjedhim keqja më të vogël, por te kjo keqja më e vogël ka njerëz me shumë integritet dhe një nga këta djem me integritet është ky që ka mund të përballë Aulon Kalaja ose kurseni X-it, sepse është njëri prej jush.